Çmimet drejt tash nuk janë të favorshme për ne pensionistat, po s'kena çfarë bë. Këto janë kushtet. Ja se herë se kanë edhe ilaçet e kanë edhe probleme tjera, janë dritat e janë rrit pak. Sidomos se zavatet kanë shku. Sa problem është zotit që në animojnë i fije. Në animojnë i fije ata kalamajt që i kena jashtë. I kena largë synit e largë zemrës, si thot. Shumë të shtrejta për zotin. Për pleq më të shtrejta s'ka. Jo më datë po deli mija sa 100.000 ko dalin. S'dalin për zotin. Një ashtu du të me kalu, menimin e kalamajve. Po s'po di ku po pëlseta që po banë veç. Shtu a jeta. Po, janë rrita, mërmenja, sa shumë a rrit, po që sa kena me banë. Shmimet janë rrit, sa ashtu nofta, janë rrit shmimet e të këtu nuk ka kushta blije, bëksha me thënë një sen. Vesh ina marë natë, i sholla në le zotë i këshnetin e jetën. Për zotën, 1.500 leka marri kile molla, unë 1.700 do të ashes. Që të meren, se ka në më të keshe për zotën se më ka rafër se s'ka njerëz. Ku ti morën njerëzit? Ka me t'i plok rëskope shqitone, këshnet e më rëpashim. Januar, shkurt, mars, po sharu i lek për kryt 2 lade si kam 1.5 lek, po të një gjep nuk e kam. Kam marri shishe tamel, kam marri buk. Sa me hongër buk mija. Vesh sa me kalu si tënë për 73 vjeshe jam mirë, mente e kres lem nuk nganë. S'ka bleri hish, nuk ka bleri. Mollin e kena marrë duhet me shqeqaj sa kena marrë, se merë kushtoj, se janë pa lek, s'dy gjonë që i ka gjithë njërëzit, s'kan lek. Jo, që në shpimet e tregu ti që në të hullë, se suri shesin. O mi tretë, o mi ullë shmimin. S'kena që me bon. Nuk ka blerë, s'fare. Ta shamosh rruga madhe, se kena full për herë për rrugën e madhe qëto. Po s'ka regullë t'i gjallë, nuk ka regullë në Shqipni. Hiko e punë, na ina vetën këtë. Vina vetën këtë. Të shtet ditë për të qetën. Hiko e punë. Po si sa problemë pas, disa djathin e kam tretën, disa modhin e kam tretën qëtu. Gjizën si dhe mos e kam tretën se u shqipte për 3 ditë. Po, e të tret lek këto, na. Shet bek. Nuk e nga shmimet, nuk hec malli. S'ka kush e blen.